Të nderuara deputete, të nderuar deputet, para se të fillojmë me seancën konstitutive, ju njoftoj sipas bisedës që kam bërë me deputetin Veton Berisha, se egjiptianët nesër pas kënditën e tyre nacionale të egjiptianëve të Ballkanit, do të 24 qershor. Në emrin timin dhe në emrin tuajin u shpreh urimet më të përzemërta për këtë ditë të rëndësishme të tyre. Sipas numërimit që ka bërë shërbimi i deputetëve, konstatoj se në sallë jemi 99 deputet, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë te pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. 21 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Andaj, ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Nuk ka propozime, andaj ftoj deputetët që të deklarohen me ngritje dore kush është për themelimin e këtij komisioni, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 53 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka. Për sot seanca ndërpritet. Shihemi me 25/6/2025 në ora 11.